Në fshatin Qingart të Pishajt në Gramsh, jeton Hava Shahin Zogu, një grua e zonja dhe e përkushtuar, që ka ndërtuar suksesin e saj me punë, durim dhe besim. Jam Hava Zogu, nga fshati Qingart, jam antare Fedinvestit që nga viti 2005. Në fillim, kursimet e mia ja besova Fedinvest për të arritur në këtë investim që kam bërë sot. Në vitin 2015, Havaja mori kredin e saj të parë prej 500.000 lekësh për të investuar në ullishten e familjes. Me mbështetjen e Fedinvest, ajo zgjeroi sipërfaqen e mbjell, mbolli fidan të rinj dhe përmirësoi prodhimin. Sot ullinjt japin prodhim të mirë dhe vajin e shesim me cilësi të lartë. Është fryti i punës, investimet që kemi bërë dhe ndihma që na ka dhënë Fedinvest. Krahas bujqësisë, Havaja dhe bashkëshorti i saj menaxhojnë edhe një bar e dyqan ushqimor, një burim i qëndrueshëm të ardhurash për familjen. Edhe aty, Fedinvest ka qenë gjithmonë pranë tyre, duke i shoqëruar në çdo hap të zgjerimit të aktivitetit. Kam rreth 2 vite që pagesën e dritave e bëj ke Fedinvest, ndihem më komod se më shërbejnë shpejt dhe me buzëqeshje. Përvojën e saj pozitive, Havaja e ka ndarë dhe me familjen. Sot, edhe vëllai dhe kunata janë antar të Fedinvest, sepse besimi dhe transparenca sjellin zhvillim për të gjithë. Kur gjen një institucion që është korrekt dhe transparent, ja vlen që të rekomandosh. Faleminderit Fedinvest për mbështetjen që na jep. Sot, Havaja është një kliente besnike me kredi aktive dhe depozita të vendosura në Fedinvest. Një marrëdhënie besimi që është forcuar vit pas viti. Historia e Hava Zogut është një shembull i qartë se me punë, besim dhe partnerin e duhur financiar, çdo ëndër mund të bëhet realitet. Fedinvest, institucioni në shërbim të nevojave të fermerëve dhe sipërmarrjeve mikro e të mesme. Një financë gjithëpërfshirëse, gjithmonë me mision social.